Përshëndetje shenja nga Forez, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi 9 shkopin, 7 monedat, magjistari, 5 monedat. 9 shkopinjt flet për një shpirt luftarak dhe tregon se mund të keni kaluar sfida që ju kanë bërë më të fortë ose më të forta, por edhe më vigjilent ose vigjilente. Mund të ndiheni sikur jeni gjithmonë në gatishmëri, duke pritur sfidën e radhës ose duke mbrojtur atë që keni ndërtuar tashmë. 7 monedat tregon se një pjesë e energjisë suaj është e përqendruar te pritja. Mund të jetë pritja e një rezultati, pritja për një përgjigje, pritja e një mundësie ose thjesht dëshira për të parë se përpjekjet tuaja po japin fryte. Kjo kartë nuk flet për ngecje, por për një proces që kërkon kohën e vet. Më pas kemi magjistarin i cili ju kujton se ju keni shumë më tepër fuqi se sa mendoni. Magjistari tregon se këtë javë mund të zbuloni një aftësi, mund të zbuloni një ide ose një mënyrë të re për të komunikuar, bindur ose për të zgjidhur një problem. Është karta e njeriut që nuk pret vetëm mrekulli, por përdor talentin dhe vullnetin e vet për t'i krijuar ato. Pra magjistari manifeston atë që dëshiron, e realizon më në fund. Megjithatë, 5 monedat tregon se emocionalisht mund të ketë momente ku ndiheni të vetmuar, të pavlerësuar ose të shqetësuar për sigurinë tuaj financiare, por 5 monedat gjithashtu ju kujton të mos e matni vlerën tuaj me vështirësitë që ndoshta po kaloni. Unë do të thoja se në vend që të prisni që gjërat të ndryshojnë vetë, përdorni aftësitë dhe përvojën tuaj për të krijuar mundësitë që ju po kërkoni. Kartat këshillojnë të mos lejoni që lodhja ose një zhgënjim i përkohshëm t'ju bëjnë të harroni aftësitë që posedoni. Shpesh, pikërisht kur mendoni se keni mbetur pa forcë, mund të zbuloni potencialin tuaj më të madh. Kalojmë tek familja. Në familje kemi gjykimi, dielli, 4 shpatat, mbretëresha e shpatave. Në familje shfaqet një energji shumë shëruese. Gjykimi flet për një zgjim emocional, flet për falje, flet për pajtim, flet për çështje nga e kaluara që më në fund mund të marrin zgjidhje. Mund të ndiheni të thirrur për të mbyllur një kapitull dhe për të nisur një tjetër. Dielli ndriçon këtë proces me optimizëm. Dielli tregon se familja mund të bëhet burim gëzimi, ku mund të gjeni mbështetje dhe forcë. Për disa, kjo kartë mund të lidhet edhe me lajme të mira që përfshin fëmijët ose zgjerimin e familjes. 4 shpatat tregon se pas një periudhe intensive është koha të rikthehet qetësia. Jo çdo debat ka nevojë të vazhdojë, ndonjëherë heshtja dhe koha janë ilaçi më i mirë. Për disa nga ju, 4 shpatat mund të tregojë një periudhë rikuperimi fizik ose emocional, ku trupi dhe mendja kërkojnë më shumë pushim dhe kujdes. Për disa të tjerë, mund edhe të nënkuptohet se 4 shpatat së bashku me mbretëreshën e shpatave mund të lidhen me një periudhë rikuperimi ose me ndonjë lloj kujdesi mjekësor, si për shembull një konsult apo një procedurë që synon përmirësimin e gjendjes. Gjithsesi, mbretëresha e shpatave sjell sinqeritet. Pra mund të ketë një figurë femërore që mund të luajë rol të rëndësishëm ose mund të jeni vetë ju ku ndjeni thirrje të flisni hapur, të flisni troç, por edhe me maturi.
por kjo shtrirje kartash mund të nënkuptoj gjithashtu ribashkime, lajme të gëzueshme, ose mbylljen e një kapitulli familjar që hap rrugën për një periudhë më të qartë dhe më të qetë. Kartat këshillojnë të lini pas ngarkesat e së kaluarës dhe të krijoni hapësirë për biseda të sinqerta, sepse kur e vërteta shprehet, mund të shërojë më shumë se sa mendoni. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi asi i shkopinjve, 6 monedat, 3 kupat, 4 kupat. Në dashuri, asi i shkopinjve sjell një energji të re. Mund të ketë një njohje të re pasionante, mund të ketë rindezje në një marrëdhënie ekzistuese, pra rikthimin e pasionit, ose mund të ketë një dëshirë për t'i dhënë një mundësi të re zemrës. 6 monedat tregon barazi. Kjo është një kartë që flet për marrëdhënie ku ekziston gatishmëria për të dhënë dhe për të marrë në mënyrë të barabartë. Nëse marrëdhënia reciproke mungon, atëherë do t'ju duhet të reflektoni mbi ekuilibrin për sa i përket raportit. 3 kupat sjell gëzim, takime, festa ose afrime. Mund të kaloni momente të bukura me partnerin ose partneren, ose të njihni njerëz të rinj në një ambient shoqëror. Megjithatë, 4 kupat ju kujton të mos mbylleni emocionalisht. Ndonjëherë kur zemra është e lënduar, e ka të vështirë të dallojë mundësitë që mund t'i serviren përpara. Kjo kartë ju këshillon të mos e refuzoni ndonjë mundësi vetëm sepse nuk vjen në mënyrën që e kishit imagjinuar ju. Për disa nga ju, një njohje ose një afrim mund të vijë përmes rrethit shoqëror, ose përmes një feste, ose përmes një takimi të papritur, por 4 kupat lë të nënkuptohet se mund të humbet një mundësi nga mbyllja juaj emocionale. Nëse jeni në një marrëdhënie, përpiquni të vlerësoni më shumë momentet e bukura që ndani me personin tuaj. Nëse jeni beqar ose beqare, një njohje e re mund të lindë në një rreth shoqëror ose përmes miqve të përbashkët, por do të kërkojë që të lini pas rezervat që tashmë i përkasin së kaluarës. Kartat këshillojnë të mos lejoni që zhgënjimet e djeshme t'ju pengojnë të pranoni bekimet e sotme. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 9 kupat, 10 monedat, 9 shpatat, kalorësi monedave. Në punë, 9 kupat tregon kënaqësi dhe përmbushje. Mund të merrni një lajm të mirë, të arrini një objektiv ose të ndiheni më të sigurt në aftësitë tuaja. 10 monedat e shtyn këtë energji edhe më tej, duke folur për stabilitet afatgjatë, duke folur për siguri financiare, ose duke folur për ndërtimin e diçkaje që do të ketë vlerë edhe në të ardhmen. Megjithatë, 9 shpatat tregon se mendja juaj mund të mos ju lejojë ta shijoni plotësisht këtë sukses. Mund të shqetësoheni për atë që mund të ndodhë, edhe kur faktet janë në favorin tuaj. Në fund, kalorësi i monedhave ju kujton ose ju rikujton se suksesi nuk ndërtohet brenda natës. Suksesi vjen përmes disiplinës, përkushtimit dhe vazhdimësisë. Pikërisht këto cilësi do t'ju ndihmojnë ta ktheni një arritje të përkohshme në një sukses të qëndrueshëm. Kartat këshillojnë të mos i ushqeni më shumë frikrat sesa ëndrat tuaja. Unë do të thoja vazhdoni të punoni me përkushtim dhe lejoni rezultatet të flasin në vendin tuaj. Kalojmë në Prism Oracle, ku kemi pushimi. Pushimi nuk ju kërkon të ndaloni së luftuari për ëndrat tuaja.
por të kuptoni se edhe luftëtari më i fortë ka nevojë për pushim. Kur I jepni vetes kohë për t'u çlodhur, për të reflektuar dhe për të rikuperuar energjinë, bëheni më të qartë në mendime dhe më të fortë për sfidat që vijnë. Paçi.